kafshët e pushtetit do të përmbyshte. Zoti Berisha, disa nga gazetarët që janë këtu të pranishëm kanë qenë të pranishëm edhe në 2011 kur ndodhen ngjarjet e dhunshme. Dhe të lutem lër ta mbaroj pyetjen. Demonstrata ishte e dhunshme, por nga ana tjetër nga brenda godinës së kryeministrisë u vran 4 qytetarë të pafajshëm. A mund të na thoni zoti Berisha kush e dha urdhrin të qellohej ndaj qytetarëve teksa protestonin? Absolutisht gënjeshtër me bisht kjo që thue. Që është? Jo nga brenda. Nga ku? Jo nga janë që të shtënat janë që të gjitha merri me qenë se u referohesh mediave, merr filmimet. Ushtarët e gardës kanë qelluar. Jo nga brenda, jo nga brenda. Jo nga brenda, the nga brenda, prit korrigjo këtë njëherë. The nga brenda është. Cili është korrigjimi? Mund ta shpjegoni? Korrigjimi është tjetër. Në dritarin e godinës së kryeministrisë Gardisja korrigjimi është dënuar me vendim formës. Apo kërkon korrigjimin? Jo, s'është korrigjim. Jo, them unë ty. Po jo, the një gënjeshtër, më fal. Jo, gënjeshtër nuk është qelluar nga brenda kryeministrisë. Është qelluar nga vendrojet e Kush e dha urdhrin gardës. për të qelluar mbi protestuesit? Është qelluar nga vendrojet. Ta them unë ty tani. Tani shiko. Tani apo bën punën e tyre ti apo tëmën, po. Mirë po. Tani priti minutë. Një minutë. Po jo do flas unë, një rreth parë jeni korrekt. Jo të dizinformoni. Është qelluar nga vendrojet e erojëve të gardës. Pikë. Priti minutë. Është dritarja e kryeministrisë zoti Berisha? Priti minutë. Na e shpjego që ta kuptojmë. Vendrojet e gardës, është qelluar nga vendrojet e gardës. Garda ka një ligj, i cili ligj autorizon rojen të qellojë sa herë dikush e kërcënon me ndonjë objekt apo me ndonjë gjë. Të qellojë në ajër, kur ajo përsëritet, të qellojë te këmbët, kur ajo përsëritet, ta eliminojë rrezikun. Ky ligj është votuar nga Partia Socialiste, jo nga ne. Pra, garda që ta mësoni ju dhe mund të rrëmoni 120.000 herë, nuk funksionon me urdhër, funksionon me ligj. Pra, sado që ta ktheni e ta stërktheni, garda dhe çdo vendroje e armatosur funksionon me ligj. E qellove, gjuhët e drejti duhet qelloj në ajër, vazhdove persistove, duhet qelloj të këmbë, vazhdove persistove, duhet eliminoj rrezikun. Këtë i thot ligji gardës.